Nga data 15 deri në 19 qershor 2026, po zhvillohen kampet verore të fëmijëve të organizuara nga Fondacioni Fryma e Dashurisë, me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave protagonisti në Tiranë dhe Frym Dashuria në Durrës. Me bekimin e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, forlumturisë të Joanit, fëmijët po përjetojnë ditë të mbushura me gëzim, lojra, aktivitete sportive, punë krijuese, këngë, miqësi të reja dhe mësime të vëera të besimit të krishterë. Tema e këtij viti, Josifi nga pusi në pallat, i udhëhiq pjesëmarrësit në një udhëtim frymëzues përmes historisë biblike të Josifit, duke theksuar vlerat e besimit, durimit, këmbguljes, faljes dhe shpresës tek Perëndia. Lutemi që këto kampe të jenë një përvojë e bekuar dhe formuese për të gjithë fëmijët, duke lënë në zemrat e tyre kujtime të bukura, miqësi të sinqerta dhe vlera që do t'i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Përshëndetje, kam kënaqësinë të ndaj me ju disa mendime rreth kampit ditor të shkollës nëntëvjeçare Protagonisti, realizuar me nxënësit tanë që ndjekin programin e edukimit të krishterë gjatë vitit mësimor. Ky kamp ka bekimin e kryepiskopit Joan, realizuar me përkushtimin e zyrës së fëmijëve prankishës ortodokse dhe mbështetjen e plot të Fondacionit Fryma e Dashurisë. Kampi është një hapësirë ku fëmijët mësojnë, argëtohen dhe rriten shpirtërisht, pasi në themel të çdo aktiviteti që zhvillohet është programi i katekizmit, i cili i ndihmon ata të njohin më mirë vlerat e besimit ortodoks, të rrisin dashurinë për Zotin, respektin për njëri tjetrin dhe solidaritetin. Në një kohë kur fëmijët e sotëm janë rrethuar nga sfida të panumërta, është shumë e rëndësishme të krijojmë mjedise ku ata të zhvillohen jo vetëm në aspektin intelektual, po dhe atë shpirtëror dhe emocional. Përmes lojrave sportive, aktiviteteve të artit, muzikës, dramave apo dhe punës në grup, nxënësit zhvillojnë aftësi sociale, bashkëpunuese dhe forcojnë besimin në Krishtin, gjë e cila i ndihmon ata të rriten edhe të zhvillohen edhe më shumë në aspektin njerëzor. Madje krijojnë edhe miqësira të reja të cilat shkojnë përtej ditëve të kampit. Si drejtuese e institucionit arsimor, unë besoj fort që edukimi i plot i fëmijëve ndërtohet përmes bashkëpunimit të mirë mes shkollës, familjes dhe komunitetit. Ky kamp është një shembull shumë i mirë i këtij bashkëpunimi, ku secili kontribon për më të mirën e fëmijëve. Dua të shpreh mirënjohjen time për kryebariun ton, kryepiskopin Joan, për mbështetjen e tij të vazhdueshme, zyrën e fëmijëve dhe kryesisht profesorët Nathan dhe Gabriela Hope për programin e larmishëm që kanë sjellë këtë vit në kampin ton. Të gjithë mësuesit, vullnetarët që japin kontribut të çmueshëm në larmin e aktiviteteve dhe gjithë bukurinë e ditës në kamp, veçanërisht mësuese Juliana Kodheli, si koordinatore të kampit, gjithashtu atë Spiron për ndihmesën e tij në organizimin e punëve. Një falënderim nga zemra për gjithë fëmijët pjesëmarrës në kamp, të cilët me entuziazmin, buzëqeshjen dhe energjinë e tyre na i kanë bërë ditët edhe më të bukura. Justifikojnë çdo përpjekje që është bërë për gëzimin e tyre. Shpresoj që këto ditë të kampit të mbeten në kujtime të bukura për fëmijët tanë, të lënë gjurmë pozitive në jetën e tyre, në formimin e tyre për të bërë njerëz të mirë, të përgjegjshëm, të dashur me njëri tjetrin, kështu siç na mëson Zoti ynë. Faleminderit. Unë quhem Jorgo, jam 11 vjet. Sapo mbarova klasën e 5 dhe vetëm klasën 6. Unë hyra në kampin veror të shkollës Protagoniste. Është shumë i bukur. Aty ka disa lëndë, fizkulturë, muzikë, teatr, mësim dhe
qartë, në fillim në bëjmë lutet, pastaj shojmë teatre, më pas hajmë mëngjese, pastaj bëjmë muzikë dhe mësim, më pas luajmë në fiskulturë, tek fusha, pastaj ham drekën dhe pas drekës vemi në shtëpi. Përshëndetje, unë quhem Elona, jam mësuese e anglishtes në shkollën Protagonisti. Pavarësisht të angazhimit si mësuese, ka qenë një kënaqësi e shumë fish të kemi dhe angazhimin në kamp. Fëmijët tanë kanë qenë shumë të lumtur dhe përveç lumturisë kanë marrë dhe shumë satisfaksion nga aktivitetet të shumta që bëhen këtu, si në lojë, në këngë, në kërcim, në lutje mbi gjitha, dhe të gjithë janë ndarë të lumtur në fund të ditës duke dëshiruar dhe shpresuar të vinë sa më parë ditën e nesër për vazhduar të njëjtën rutinë. Përshëndetje, quhem Kiara Pecani, jam në shkollën Protagonistët, jam në klasë të 7. Përshëndetje, unë jam Hera Bardi, bëj pjesë në shkollën Protagonistët dhe jam në klasë të 5. Ne bëjmë pjesë në kampin e shkollës Protagonistët. Ne këtu kemi mësuar deri tani për historinë e Josifit, bëjmë lënë të ndryshme si arti, fiskultura, muzika dhe dramatizime. Në gjithë këto lëndë dhe klasat të ndryshme ne jemi argëtuar shumë me mësuesët dhe me njëri tjetrin. Ne kemi bërë shoqëri të reja dhe gjithashtu jemi kënaqur shumë gjatë eksperiencës në kamp. Gjatë gjithë kësaj eksperience, pjesa ime e preferuar ka qenë gjithmonë lojrat me njëri tjetrin. Pjesa ime e preferuar ka qenë lënda e muzikës, ku ne mësonim këngë të reja dhe kërcime të reja. Përshëndetje, jam prifteresh Juliana Kodheli dhe këtë vit kam përgjegjësinë për organizimin dhe mbarvajtjen e programit e edukimit shpirtëror në shkollën Protagonisti, si dhe të kampit ditor Protagonistët, që tradicionalisht e zhvillojmë në fund të vitit shkollor. Këtë vit kampi po zhvillohet në ambientet e shkollës Protagonistët. Kemi temën Josifi nga pusi në pallat. Fokusi është tek historia e Josifit si figurë dominante në dhjetën e vjetër. Përmes historisë të tij, fëmijëve ju përcillen mesazhe të vyera, të virtytit dhe të moralit. Ata mësojnë jo vetëm për një figurë të dhjetës të vjetër, siç ishte Josifi, biri i Jakobit, por mësojnë edhe për këmbënguljen e tij, mësojnë për dashurinë, për kurajon, për besimin e tij të palëkundur tek Perëndia. Gjithë këto mesazhe përcillen jo vetëm nëpërmjet mësimeve të katekizmit që po zhvillojmë, por edhe nëpërmjet artit dhe pundores, përmes këngës dhe muzikës, lojrave, argëtimit dhe një kohë të kaluar së bashku në miqësi dhe me vlera. Ky kamp është një kamp që ka veçanti. Ndryshon nga gjithë kampet e tjera që po organizohen në këtë periudhë, sepse është një kamp që përcjell përveç argëtimit, lojës dhe zbavitjes dhe vlera. Vlera të krishtera, të cilat i shpërndajmë si farmbjellësi në zemrat e të gjithë fëmijëve, në mënyrë që dhe ata të kuptojnë sa e bukur është jeta në Krishtin. Me hijën e Perëndis dhe bekimin e fortlumturisë së tij Joanit, me ndihmën dhe mbështetjen e Fondacionit Frymë Dashurie, zyrës të fëmijëve të Kishës Ortodokse dhe shkollës Protagonistët, lavdi Perëndis arritëm që edhe këtë vit të realizojmë këtë kamp dhe të mundohemi të jemi pranë këtyre fëmijëve me punën, këmbënguljen tonë dhe me dëshirën për të ndihmuar që të ecin në rrugën e duhur. Falenderoj shumë gjithë stafin që po ndihmon për mbarvajtjen e këtij kampit, duke filluar që nga drejtuesit, mësuesit, guzhinierët, shoferët dhe të gjithë sanitarët, të cilët po japin kontributin e tyre që çdo gjë të shkojë sa më mirë. Uroj pushime të mbara dhe të bekuara për të gjithë fëmijët dhe shtatorit të na gjejë të gëzuar. Unë jam Zoe Kaçori dhe jam në klasën e 3B. Unë kënaqem në kamp, argëtohem dhe luaj. Atje mësoj shumë gjëra për Zotin. Unë quhem Noemi Petane dhe jam në klasën e 3D. Në kamp ne luajmë, mësojmë dhe argëtohemi. Mësojmë shumë gjëra për Zotin dhe shumë gjëra të tjera. Ju ftoj të vini në kamp vitin tjetër.
Unë jam Gabriela Hopi dhe ka patur kënaqësi të punoj me programin e kampit për zhvillimin e programit që kemi patur në këtë kamp, i cili titullohet Josifi nga pusi në pallat. Dhe në këtë program ne kemi mundësi që të ecim me Josifin nga momenti kur vëllezërit e tij hodhën në pus dhe deri kur ai rriti në pallatin mbretëror në Egjipt. Dhe atë që vëllezërit e patën për të keq, Perëndia e përdori për mirë, duke e përdorur Josifin si një person i cili do të shpëtonte popullin e Kanaanit nga zia e bukës dhe e uria. Dhe gjëra që Josifi përjetoi si ligësia e vëllezërve të tij, dëshira për të marrë hak ndaj tij, për ta dënuar, për ta ndëshkuar, mënyra se si ai përballoi një gjë të tillë, si u ndjej Josifi kur u përbuz nga vëllezërit e tij, kur u harrua, kur u hodh në pus dhe kur u shit si sklav, si u mbështet Josifi tek Perëndia, kur ne jemi në situata të vështira, çfarë mësojmë ne nga ajo situatë e vështirë? Ku mbështetemi ne? A mbështetemi tek Perëndia apo vetëm tek forcat tona? Ashtu sikurse Josifit ju desh që të qëndronte besnik gjërave që ai dinte që janë të vërteta, mësimeve të besimit të tij, parimeve të besimit të tij, ashtu edhe ne thirremi që pavarësisht rrethanave dhe konteksteve në të cilat ne mund të sfidohemi, duhet të qëndrojmë gjithmonë besnik ndaj këtyre parimeve të besimit ton. Perëndia e bekoi Josifin për shkak të besnikërisë që ai kishte. Perëndia e bekoi atë më shumë se edhe Josifi kishte pritur. Dhe pikërisht i dha atij aftësinë që të interpretonte ëndrat, që i dha mundësi Josifit që të dilte nga burgu në të cilin gruaja e Potifarit i kishte dërguar, të shkonte dhe të arrinte të interpretonte ëndrrën e faraonit dhe të fitonte që pozicionin si personi i dytë, më i mençur, më i ditur në gjithë mbretërinë, ai i cili do të kishte kujdestarinë e hartimit të një plani gjatë viteve të bollokut dhe të viteve të urisë, në mënyrë që të kishte mundësi që populli i Egjiptit dhe krahinat përreth të mbijetonin. Po ashtu sikurse Josifi, edhe ne kemi situata të ndryshme në jetë në të cilët duhet të planifikojmë mirë në mënyrë që të kemi mundësi të kemi sukses. Pastaj shikojmë si Perëndia solli përmes Azis së bukës, të urisë, solli vëllezërit e Josifit që të vinte tek ai, të përkulen para tij, të kërkojnë mbështetjen e tij, pa e ditur që ai ishte vëllai i tyre. Dhe Josifi u tregon me shembullin e tij që ne thirremi të falim. Ai nuk u hakmor ndaj vëllezërve të tij, por i fali. Në jetë ne kemi shumë situata në të cilat kemi mundësi për të kthyer njëri tjetrit dhëm për dhëm. Por besimi na mëson që ne duhet falim në çdo kohë. Dhe kur falim, ajo që çlirohet dhe ka paqe, së pari jemi vetë. Kur neve falim, ne kemi mundësi të jemi vërtet njerëz të lirë. Dhe nesër, që është dita fundit e jone kampit, ne do të shikojmë se si familja bashkohet. Ne të gjithë si familje Perëndis duhet jemi të bashkuar dhe të kemi dashuri midis nesh, paqe dhe harmoni. Kjo është mesazhi që do të përçoj kampi përmes temave të ndryshme që do të ketë trajtuar në udhëtimin e Josifit nga pusi drejt pallatit. Unë quhem Jojn, unë jam në klasën e parë A. Jam në shkollën Protagonistët, jam në kamp veror të shkolla Protagonistët. Aty këtu të kjo shkollë është shumë bukur, kalojmë shumë bukur. Unë quhem Dean, unë jam në shkollë në kampin Protagonistët. Ne këtu bëjmë shumë qef dhe më pëlqejnë shumë aktivitete që bëjmë këtu. Unë quhem Amel Haxhiaj dhe kam ardhur në këtë shkollë, në shkollën Protagonisti. Unë kam ardhur në kamp sepse më pëlqejnë shumë adventurat. Unë futem në klasën e 3. Unë quhem Aleksa Raço, më pëlqen shumë koha sot, edhe unë dëshiroj që të vini gjithë në këtë kamp. Në pjesën e artit, ata ngjyrosin çdo ditë nga një pjesë të historisë, sipas dramatizimit që bëhet këtu në mëngjes. Janë duke u kënaqur, mendoj që mbi gjitha po mësojnë shumë që të jenë të duruar, të përullur dhe të kenë shumë dashuri për njëri tjetrin, për familjen dhe për të gjithë njerëzit që i rrethojnë. Faleminderit. Unë jam Priam Qela, jam 9 vjeç. Unë jam Daniel Boshnjaku, jam dhe unë 9 vjeç. Ne vendosëm të hymë ke kampi Protagonistët, sepse ka shumë aktivitetat të bukura si fiskultura, art, muzikë,
edhe shumë aktivitete të bukura të tjera. Përshëndetje, unë jam Enja dhe jam në klasën e 4C. Mua më pëlqen ky kamp sepse ka shumë aktivitete dhe ne zhvillojmë shumë aventura. Në kamp ne zhvillojmë dhe një aktivitet tjetër që është udhëtimi shpirtëror. Udhëtimi shpirtëror është një lëndë që nuk zhvillohet në shkollat e tjera. Përshëndetje, unë jam Ema dhe jam në klasën e 4C. Unë jam shumë e gëzuar që jam pjesë e këtij kampi dhe lënda ime preferuar është fiskultura. Atje bëjmë aktivitete si atletik dhe shumë të tjera. Përshëndetje, unë quhem Hana Shehu dhe jam në klasën e 4C. Lënda ime preferuar është arti. Aty kemi vizatojmë dhe deri tani kemi bërë historinë e Josifit, hap pas hapi. Çdo ditë nga një vizatim dhe në fund do me bashkojmë dhe do jetë një histori e plot. Si jeni, unë jam Anastasia Duka. Lënda ime preferuar është udhëtimi shpirtëror. Ne gjithë javën kemi mësuar për Josifin dhe historinë e tij. Një lëndë tjetër që ne zhvillojmë është muzika. Çdo ditë marrim një këngë të re dhe mësojmë sipas titrave të saj. Dhe ajo flet për Zotin dhe shumë herë për Josifin. Unë quhem Aginano. Jam mësuese e muzikës në shkollën Protagonisti që në vitin 2002, dhe më thënë që kur është hapur shkolla Protagonistët, dhe ka marrë pjesë në të gjitha kampet që janë zhvilluar këtu në shkollën tonë. Kontributi me të cilën unë jap tek kampi është muzika, janë këngët të cilat përshtaten me temën e kampit dhe mundohem që t'ja u bëjmë sa më argëtuese fëmijëve, që të marrin mesazhin e besimit dhe të jenë sa më afër vetes. Shpresoj që të gjithë jenë kënaqur dhe shihemi në kampin tjetër.